pra shikues të nderuar, siç po arrini edhe të dëgjoni, fatkeqësisht është natë dhe nuk po arrihet të shikohet protesta e zhvilluar e qytetarëve nga balkonet e tyre për shkak të gjendjes politike e cila është krijuar në Kosovë. Qytetarë të shumtë edhe sot në ditën e tretë pra po protestojnë në balkonet e tyre me enë për t'i nxitur partitë politike në pushtet që të merren me pandeminë koronavirus dhe t'i japin fund një krize politike e cila mund të rrezojë qeverinë javën e ardhshme. Pra të shumtë janë qytetarët këtu në lagjen Smaj Dumoshi në Prishtinë ku për shkak të gjendjes politike të krijuar ditëve të fundit pas propozimit të mocionit ndaj qeverisë Kurti, atëherë qytetarët të shumtë kanë dalur nëpër balkonet e tyre dhe me enë të ndryshme ata po protestojnë kundër kësaj krize politike. Edhe një herë t'ju rikujtoj shikues të nderuar që është dita e tretë që banorët e shumë vendeve, qytetarët e shumë vendeve në Kosovë po protestojnë në lidhje me këtë rast. Ata po përdorin të ngjyrë, tigan, qelsa, lugë për të shprehur pakënaqësinë e tyre saj përket krizës politike të krijuar në Kosovë ditëve të fundit. Banorë të moshave të ndryshme, të rinj dhe në moshë të shtyr me gjësende shtëpiake dhe protestojnë në lidhje me krizën politike në vendet cila është bërë këtë ditët e fundit. Qytetarët po kërkojnë që qeveria të merret më shumë me masa kundër parandalimit të pandemisë së koronavirusit në Kosovë, se sa një krizë politike e cila është zhvilluar pas një propozimit të një mocioni nga ana e LDK-s kundër qeverisë Kurti. Kujtojmë pra shikues të nderuar që një protestë e njëjtë ka qenë edhe gjatë ditës së djeshme dhe para 2 ditëve ku qytetarët kanë dalur nëpër balkonet e tyre në të njëjtën kohë pra në orën 20 kur ka qenë paraparë dhe për disa minuta kanë bërë zhurma të ndryshme në shenjë pakënaqësie për krizën e krijuar ditëve të fundit në sektorin e politikës.